Tashmë Samir Tahiri është tërhequr përfundimisht nga skena politike në vend. Miq që i kthyen kurrizin në momentet më të vështira në jetë dhe dyer që u mbyllën kur ai kishte më shumë nevojë, lanë gjurmë të forta tek ish-ministri. Gjithsesi, ai tashmë është larguar nga politika dhe ka vendosur të merret me biznes, kryesisht në agroturizëm, ndërtim dhe transportin detar. Ajo që ka qenë në krah të tij në çdo moment ka qenë bashkëshortja, Fatlinda, e cila punon si pedagoge në Fakultetin e Shkencave Sociale. Edhe pse bashkëshortja e Tahirit ka qenë gjithmonë jashtë vëmendjes së medias, ajo ka reaguar fort në lidhje me atë që e cilëson si skandal mjekësor, që i kushtoi jetën mamas së saj. Fatlinda tregoi një histori familjare shumë prekse në rrjetin e saj social. Ajo shkroi: "Mami im u diagnostikua me melanom, kanceri lëkurës i kapur në gradën 2 dhe 3, në gjuhën e mjekëve nuk është kapur vonë. Mblodhën forcat familjarisht për të bërë më të mirën. Kontaktuam me mjeken e cila e diagnostikoi në QSUT dhe që vazhdon të jetë ende në detyrë. Tronditja ishte e madhe, nxitimi për ta zgjidhur akoma më i madh. Mendja na punonte vetëm për të fituar kohë për ta shpëtuar. Doktoresha nuk na e bëri dysh e na çoi menjëherë te klinika e saj private. Klinika ishte si një kotec i vockël. Aty kryem operacionin e parë e na duhej të operoj sërish, ndaj u bë dhe operacioni i dytë, po në të njëjtin vend. Me të mbaruar punë, doktoresha erdhi vetë personalisht të merrte lekët në dorë, menjëherë dhe pa humbur asnjë sekond. Arroganca dhe sjellja e saj, në fakt na dukej halli më i vogël, justifikonin veten, të paktën të shpëtojmë jetën e mamit. Këtë mendoja, dhe lekët që nxorrëm ishin aq shumë sa që xhepi nuk na i merrte, por na dukeshin hiç gjë përpara shëndetit. Na dha dhe një ilaç që nuk gjendej këtu, por e morëm jashtë shtetit. Për pak kohë, situata e mamit u përkeqësua dhe e nisëm menjëherë jashtë Shqipërisë. Mjeku, sapo pa të dhënat e analizave, na tha se ishim tepër vonë e nuk kishte më mundësi për të bërë asgjë. Ndërhyrja ishte bërë e gabuar, trajtimi i gabuar, çdo gjë ishte bërë gabim. E të mendosh që paguam jo pak, por nuk vleti asgjë, sepse në fund humbëm mamin. Në fund të fundit, kush nuk do të paguante për shëndetin? Të gjithë do ta bënim. Mendoni se si ndihem kur e shoh atë mjeke ende në spital dhe sa njerëz shkojnë në dorën e saj. Ky është fati jon i keq. Kjo është e patolerueshme, kjo është skandaloze dhe pasi luajnë me jetën e njerëzve, nuk mbajnë më asnjë përgjegjësi. Shpresoj të mos bëheni asnjëherë për spital, por nëse ju ndodh, siç ka thënë edhe ish-ministri i shëndetësisë, suksese në jetë. Faleminderit që na ndoqët. Për më shumë lajme interesante, bëjni subscribe kanalit tonë të YouTube-it.